Rikthehen lundrimet e 2 fishta të tragedeve që lidhin 2 brigjet e Adriatikut. Duke nisur nga dita e mërkurë 17 dhjetor, në portin e Durrësit do të operohet me 3 tragete në linjën Durrës-Bari dhe Anasjelltas. Ndërkohë nga data 18 dhjetor dhe deri para Krishtlindjes, tragetet do të kryejnë lundrime të 2 fishta për të përballuar fluksin e udhëtarëve dhe automjeteve. Lundrime dopjokorse do të ketë dhe në ditët e para të vitit të ardhshëm. Që nga dita e nesërme kemi një tragedë shtesë në linjën Durrës-Bari, pra nesër nga mbrin 3 tragete nga Bari dhe 1 nga Ancona. Dhe duke filluar nga data 18 kemi dopjokorsat nga Bari dhe Durrësi dhe Anasjelltas. Gjithashtu edhe Ancona do të vazhdojë në ditët normale, pra të mërkurët, premte dhe diel në portin e Durrësit. Në lundrimet e 2 fishta janë deri në datën 24 para Krishtlindjeve dhe pastaj do të rifillojnë në datë 1 janar me nisjet nga Durrësi dhe Bari pa Anasjelltas me sistem dopjokors. Sipas dhënave nga agjencitë detare të cilat operojnë në linja Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona, ka një rritje të lehtë krahasuar me vitin që kaloi. Kryesisht janë bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër dhe në Itali. Për të përballuar fluksin në rritje në hyrje-daljet nga porti i Durrësit, policia kufitare do të operojë me 24 sportele për kontrollin e dokumenteve. Mbledhjen e Komitetit të Sigurisë para disa ditëve të cilët policia kufitare premtoi do të shtojë kapacitetet dhe sportelet deri në 24 sportele të hapura në ditë për përpunimin e pasagjerëve dhe të mjeteve, por gjithashtu edhe Dekada Doganore e Durrës dhe Forcat e Sigurisë portit Durrës do të punojnë me kapacitetet të shtuara për të përballuar me sukses këtë fluks të festave të fundvitit. Festat e fundvitit përkojnë me periudhën kur shumë nga emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Perëndim rikthehen natë dhe për të kaluar pushimet pranë familjave të tyre.